Vllaznia ka arritur vetëm një barazi me rezultatin 1-1 në transfer ndaj Partizanit në ndeshjen e zhvilluar në arenën e Demave. Skuadra vendase kaloi e para në avantazh me golin e Tomës në minutën e 45, ndërsa kuqeblut barazuan shifrat në pjesën e dytë, fal një goditjeje të saktë nga Mala në minutën e 58. Me gjithë tentativat e të dyja ekipeve, rezultati mbeti pa ndryshuar deri në fund, duke ndarë nga një pikë për secilën skuadër në këtë duel të superiores. Pas ndeshjes zëvendës trajneri vllaznisë Sergi Borshi tha se barazimi 1-1 me Partizanin ishte rezultati i drejtë, pavarësisht faktit se kuqeblut kërkonin më shumë. Mendoj që Partizani zgjodhi një strategji duke ditë që na një ekip që presion nalt mos me luaj topin, shkoi drejt asaj luftë për top parë dhe top 2. Kishte momente që na ishim më superior se Partizani në fitimin e këtyre topave, kishte momente që Partizani i fitoi ato duelet e topit parë dhe topit 2. Më të them pak ndoshta freski më shumë, po të tana gjonat që do të ulën të analizojmë edhe të rregullojmë pa dyshim sepse na pret rrugë gjatë shumë përpara. Nga ana tjetër, trajneri i Partizanit Ultion Kërnaja u shpreh se barazimi me vllaznin nuk ishte rezultati i drejtë, pasi sipas tij të kuqt meritonin më shumë. Të fitonin, sigurisht, madje mund të them edhe me shumë gola diferencë, por futbolli ndonjëherë është edhe i pa drejt, nuk fitoj gjithmonë ekipi më i mirë. Tashmë ndeshjen e rrallës Vllaznia do ta luajë ndaj të Utës në Shkodër.